Bashkia e Klosit ka nisur punën për pastrimin e masivit me pishtë të djegur mbi fshatin Plani Bardh. Kujtojmë se ky masiv pyjor u djeg nga një zjarr i rënë në korrik të vitit të kaluar, duke shkaktuar një dëm shumë të madh ekonomik. Fillimisht u aludua që zjarri të ketë qenë i qëllimshëm, në mënyrë që sipërfaqja që përfitohej të përdorej për ndërtimin e një parku fotovoltaik, por deri tani nuk është vërtetuar një gjë e tillë. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar më shumë se 10 muaj që nga rënja e zjarrit, autoritetet e drejtësisë nuk kanë një autor të ndaluar apo të dyshuar për zjarrvënien. Prej 2 ditësh Bashkia Klos ka nisur një aksion për pastrimin e të gjitha pemëve të pishës të përshkuara nga flakët. Punonjës të kësaj bashkie kanë nisur punën për marrjen e lëndës drusore, e cila mund të ripërdoret për nevojat e saj, kryesisht për dorras në shtrimin e urave Tibel apo Pasarel, që ndodhen në disa fshatra. Burime pranë drejtorisë së pyjeve pranë Bashkisë Klos thanë se puna do të vijojë fillimisht me pastrimin e të gjithë zonës së djegur me heqjen e drurve, ndërsa më pas do të ketë një fazë të dytë për ripulzim. Ky e fundit pritet të bëhet gjatë periudhës së vjeshtës apo dimrit të ardhshëm, pasi tani nuk është kohë e përshtatshme për mbjelljen e pishave.